në vepër bisedë përmes hekurësh. Ismail Kadare, në anën dorsale të librit Bisedë përmes hekurësh, të botuar me 2 mishën në Tiranë, pranon se dialogu është dukuri normale e bisedimit me të burgosurit në shtetet demokratike. Teza e dytë, Serbia nuk është dhe nuk ishte dhe nuk do t'jetë kur shtet normal, por vetëm një ordhi barbare. Teza e tretë, korespondenca me të burgosurit nuk shinote u zhvillua në korrentin e një ankthi, e këtu do të shtroheshin pyetjet në gradacion klimaksi, antiklimaksi, deri te profesori prapa grileve e para dhe do të dilnin përgjigjet nga burgu si e dytë. E katërta, ndodhi mrekullia, pasi që pyetjet e Kadares i ranë në dorë profesorit të burgosur dhe përgjigjet dolen po ashtu prej burgu. E teta, pyetjet dhe përgjigjet hangrën një kohë relativisht të gjatë dhe diskursi i përgjigjeve ishte një bombardim i stilit alla Ukshinooti. Prandaj edhe ndodhi kjo që dikur i patinxar noli të madh kur thoshte qirrim edhe digjem i vrerosur, sakatosur e qarmatosur. As i gjallë e as i varrosur. Pres një shenjë e pres një dritë, pres me vjetë e pres me ditë. Se që terra e që baka, se që qorra e që plaka, larg vatrës dhe punës, anës rinit e anës tunës. Dhe çakërdisur e patërdisur, përpëlitur dhe zalisur, andëroj pa fund pa shpres, anës ed, anës pres. E neve, edhe sot kur pas 20 vitësh përshënojmë lirinë e këtij cepi të trojeve etnike, do të na bëhet cepi që së paku të dinim, qirët apo jo, digjet apo jo, është i sakatosur apo jo, por që është qarmatosur, e kemi ditë se e kemi qarmatos vetë me kohë. Se vetë e patëm qarmatosur, por së paku të dim, është i gjallë apo është i varrosur, është i çakërdisur apo jo, është i patërdisur apo jo, është i përpëlitur e i zalisur, dhe mos vallë dhe profesor Ukshini andron pa fund pa shpresë, dhe ashtu qoftë vetëm e vetëm le të ekzistoje, qoftë duke menduar edhe anës eks, edhe anës presë. E të këtij dhe lë edhe Ismail Kadare, se cilit si një burri të madh të këtij kombi, si duket nuk i pas kërbëlqyer fjalët e profesorit, dhe kështu në kompletin e fundit nuk e përsëriti dialogun përmes hekurësh. Por edhe me asnjë shkrim Matej nuk na tregoi së paku se çka duhet të bëjmë ne. Për te, por do të jetë interesante të përgjigjemi pyetjeve si u shkëput kjo nyje Ismail Kadare Ukshinooti, Bistim Elshani Recepoti dhe çka ngjau Matej. Por në këtë radhë, për këtë imazh që e krijoi Ismail Kadare për profesorin, kurse imazhin e profesorit për Kadaren e njihni mirë. Po që se, çdo gjë do të ketë shkuar ashtu siç kuptohej nga letra e Ismail Kadares dërguar profesorit Ukshinotit, madje në përpetjet të piteve deri në burg, autori i librit Bisedë përmes hekurësh do të kishte një qasje më konsekuente. Dhe se përgjigjet e profesorit Ukshinotit janë të improvizuara, por të njohura për opinionin lexues të politikbërjes shqiptare. Mirë po, duhet në dyshim çështja se çka ngjau Matej, u zbuluan letrat apo jo? U zbuluan përgjigjet e profesorit apo jo? U zbuluan enigmat rreth politikbërjes në Kosovë apo jo? Ju lëkundën dikujt themelet e karrierës apo jo? Por se kaloi libri aq heshtazi, edhe pse nuk shkoi zëri Ismail Kadares deri në instancët ku mund të shkonte ky burr me ndikim të madh në elitën e politikbërjes botërore. Duke njohur mirë profesorin, ma merr mendje mirë, por edhe shkrimet e tij, ma merr mendje se po, ndoshta pak më shumë se të tjerët, jemi të mendimit se, një, tragjika e madhe intelektuale e kohës qëndronte në faktin se një intelektual, parës i thash një bashkëprimtari, të na kishte rrahur policia në zyre brenda, do t'ishte nivel për na rrihnin rrugëve. Profesorin Ukshin e kanë rrahur të bushanti shumë, stashmëria e imazh, edhe të rrasë të Rovecë. Por jo policë në nivel, po policë rrugësh. Dyta, heshtja pjesës dërmuese të popullatës, por edhe pjesës aktive të inteligjencës shqiptare në të gjitha trojet, shënonte pashitjen e një vulkani erudit të pikpamjeve shtetformuese politikbërëse të trojeve etnike.
E kjo mund të ketë prekur njerin prej tangenteve të Ismail Kadares, apo ndoshta dhe të pretendentëve të tjerë për të ngjitur në fronin e babait të kombit. E treta, lirimi i Ushqinotit mund të kishte prishur balancin e arritur në saj të filozofisë së heshtjes, me shpresë se nesër do të bëhet mirë. Pengimi i faktit që fati i profesor Ushqinotit, që plazmuar me kohë dhe u bë sinonim i fatit të Kosovës, ashtu siç ngjau edhe me shumë lider të botës, si duket ka peshuar Masarandi. Edhe ne shpresojmë që të jetë i gjallë, kudo që të jetë, me rëndësi të jetë në botën e të gjallëve. Por shpresat e Ismail Kadares duken shumë të zbeta, ashtu si edhe i tërë shkrimi përkatësisht edhe tërë biseda përmes hekurash. Në të njëjtë të këtyre fakteve shkojnë edhe pyetje të shtruara nga Kadareja. Emri Ushqinotit është përmendur shpesh, është fakt, është përmendur, por nuk u bë asgjë. Të përmendurit e emrit deri në ditën kur u dërguan letër të Kadares, por dhe Ushqinotit, përmendja ishte jo me shumë zjarmi, jo me shumë sinqeritet, jo sipas asaj bëje ose vdis. Prej ditës kur u arrestua profesori, madje edhe në ditën kur që e rrahur në udhëheqjen e Bushatit, ish komaranit të Drenicës, apo edhe të rasët e Ravecit, nuk i kemi rënë pas. Pas e i kemi rënë pas, por jo me itikat. Pra, nuk kemi qenë shumë të sinqert. E po kështu sinqeriteti i ka munguar edhe Kadares së madh. Atëre, nuk quam zërin as Ismail Kadare, as Recep Qosja. E të mos flasim për Ibrahim Rugovën dhe udhëheqësit të tjerë. Dhe, duke ju falenderuar të gjithëve, do të them vetëm edhe përfundimin. Të gjitha këto i shohim në faqet poliedrike të njeriut Ballkanas, e veçanërisht të provincialistit për të cilët aq shumë kam shkruar në gazetën Deja, të cilën drejton të profesor Ushqini, se pas heqjes së tij do të mbetem unë, sepse ashtu sillemi pothuajse 20 vjet. Me mua fillon çdo gjë dhe me mua përfundon çdo gjë. E unë jam boshti i dinjos. Kështu sillemi të gjithë. Këtu shkojnë edhe olfatiket dhe organoleptiket politike të Ballkanësve. E dua pushtetin, dua që të shihem vetëm unë, më ka hije, do të jep më mirë nëse fatin tim do ta gjej në fatkeqësinë e tjetrit, apo ndoshta edhe le të hap merren së pakut në këtë mënyrë. Dhe sot, edhe pas kaq kohe, askush ma nuk ka shpjegime. Ne ditë më ditë jemi bërë aq të zot, sa që dim edhe ç'kishte ngrënë për drek e darkë Obama. Dinim ç'kishte për drek Tito. Madje dinim se sa luk Floriri kishte Ahmet Zogu. E sa Pal Qarapa i pati këshyre grisur në Xhmija Hoxha. E këtej nuk e dim se çka ndodhi me profesor Ushqinotin. Të gjithë heshtim, e kjo heshtje është edhe një test para nesh të gjithëve. Kryetarin e falenderoj nga zemrën që i ka ra mas kësaj fune, Këshanëve, Nera Jurit që s'pa jarroni, dash Zotit që bile këta fëmijë të kujtojnë se në këtë truall, përkatësisht në truallin e Axhas Nazif atje, ka lindur një burr, një vigan i politikës shqiptare, një burr shteti që kurrë në kurrës nuk ka për ta pasur as historia, as shqiptaria. Ju i falenderit, Nera Jurit, edhe njerë ju përshëndes nga zemra.